Në Fier prishja e ndërtimeve pa leje në kuadër të zgjerimit të rrugës që të çonte, gjykata e Rrethit ka sjellë përplasje mes PD-së-Dekës dhe Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Vendor. Përfaqësues të opozitës i kanë cilësuar prishjet e objekteve selektive, ndërsa inspektorati është kundërpërgjigjur duke sqaruar se ndërhyrja bëhet sipas planit të miratuar nga institucionet përkatëse. Ka nisur një aksion i prishjes ndërtimeve, qoftë me leje ose pa leje, pa i njoftuar qytetarët, pa u thënë atyre orën dhe datën e njoftimit, ose duke i lënë njoftimet poshtë derës, dhe duke prishur dhe në mënyrë selektive, do të thoja, gjithë ndërtimet që këtu pengohen sipas tyre hyrje në gjykat. Nuk ka as i majt, as i djathtë. Vija e projektimit të vi projektimi, nuk do lëviz pangua, as andej, as andej. Kështu që ne çuditemi, ata të vazhdojnë lojën e tyre politike, por jo duke dëmtuar punën që u shërben gjithë komunitetit fierar. Sipas INUV, nga prishja e rreth 50 ndërtimeve përgjatë rrugës që të çonte gjykata, por dhe pranë pedonales në Fier, po lirohen hapësirat publike për kopshte dhe shkolla.